kur e shpjegon historinë e juaj mes dy partive, thotë që për shkak që nuk i çka mi bo ose për shkak të problemeve në shtëpi, po i bjen kojshiz duke aluduar në ato që janë thënë nga AKJ për nisma socialdemokrate. Si e shihni këtë deklarim të tij? S'kam ndonjë koment, s'po më kujtohet kurrë. Pse? S'kam ndonjë koment. A keni ndonjë pyetje tjetër? Diçka që s'lidhet me nisman? Jo, pyetje nëse keni, kjo është diçka relevante. A i ka rujt AKJ bastionet e saja në për komuna, pasi pikërisht sipas limajt nuk i keni rujt edhe nuk keni marrë vota sa është dasht, ose sa keni mendu? Çdo gjë që lidhet me këta është e kaluar. Jemi para parlamentit, jemi në bllokim seancesh, sikur që e dini ne në takat tonin si aleancë, i kemi dhënë 2 zgjidhje, vetëm mos më mbet bllokuar si jemi tash, e sa kohë. Spari kemi dhënë mundësinë me votue një kandidat VV-sh, po që na bashkon me votë, edhe kemi dhënë emra. Pastaj po ashtu e kemi bërë edhe një veprim dytë, ju kanë drejtuar gjykatës kushtetuese me qëllim që dalim nga kjo gjendje. Kjo është ajo që vërtet është tema këto ditë edhe që po na shqetëson, se po shihen që domët për vendin të mëdha, rreziqet, e përfshirët sigurisht, pra plot njohës të zhvillimi në Ballkan, ju ndëgjuat edhe generalin Clark, e tjerë që po thonë se nuk është në rregull vazhdimi i kësaj gjendje. Shpresoj që do dalim prej ku jemi. Sa i përket tyre tjerave, shiqoni, jeta është e gjatë, edhe të gjithë i marrim shimet. A keni vendosur, do ta votoni Fatmin Limaj nëse propozohet nga vendosja? S'kam koment.